Edhe pse I ka lënë pas 90 vitet e jetës së saj, ende vazhdon të gëzojë një pleqëri të mbarë dhe një shëndet të admirueshëm. Duket se natyra është treguar shumë bujare dhe e ka privilegjuar pa mas këtë grua të mirë. Evanthi Ciko demonstron një pamje të përsosur fizike. Kështu, në datën 18 dhjetor ajo përuron librin e saj e bekuara mësuesi. Kështu e ka titulluar librin me kujtimet Evanthi Ciko, botimi I cili u promovuar në mesin e muajit dhjetor në ambientet e ish shkollës pedagogjike Nëna Mbretëresh. Evanthi Ciko I është kushtuar profesionit të mësuesisë në moshë të re. Veç kësaj, ajo punoi edhe në Radio Tirana në vitin 1941 deri në 1945 si spikere e programeve të mbrëmjes. Në muajin maj të vitit 2010, presidenti I Republikës Bamir Topi e dekoron Evanthi Cikon me medaljen e mirënjohjes, me motivacionin për punë plot për kushtim me fëmijët jetim, duke e bërë model I shkëlqyer dhe shembull I madh I frymëzimit. Evanthia tregon dhe falenderon pafundësisht vëllain e saj. Një ditë ai më tha, përse nuk shkruan kujtimet e tua, dhe më pas në një copë letër kishte shënuar disa pika që nga fëmijëria ime. Një ditë e mora atë letër dhe po I zbatoja të gjitha pikat e shënuara nga vëllai im. Por vura re si dora ime ecte dhe nuk reshte së shkruari, kështu shprehet Evanthi Ciko, gjatë përurimit të librit të saj. Madje ajo thotë se nuk ka njohur asnjëherë gom për të fshirë fjalë. Falenderoj vëllain tim Kastriot Zoratin, I cili ka shkruar të jetën dhe shkruan akoma në moshë të madhe se ai. Më thotë Evanthi, pse nuk shkruan edhe ti kujtimet e tua? Po, thashe, po që duhet tash? Po bëjnë 90 tash të shkruaj kujtimet. A jam në gjendje që s'jam marrë ndonjëherë me këto gjëra? Unë kam pru një copë letër, thotë kam shkruar të disa pika. Fëmijëria, shkolla fillore, shkolla e mesme, të kështë e vënd sa shëllime, si pika plani. Ti me I rishikoj, thotë. Edhe po që çdo ditë, nga 2 lafe, nga një faqe shkruaj. Edhe hiku. E se si më hyri mua duket, nuk e di ishte, kisha bërë 88 vjetët, kisha marruar. Dhe më thënë sisha. Dora edhe dirigëtesh, sigurisht. Se kisha ruar të shkruante, nuk shkruante sa duhesh, vinte në një firmë dikundi. Kështu që ditën e parë thash, po da të shoh një të ulim, qa thot ky? Ku ke lindur, ku s'ke lindur, një farë biografie, autobiografie timen, linda kështu, bëra kështu një në tjetër. Po dora po shkonte, ecte, mbaroj pika e parë, filloj pika e dytë, e kisha bërë cinë detyrë. Nuk e di, se kush ma dha këtë forcë dhe fuqi, që dhe dora nuk më dërgëdesh më, po hecë një fjalët, që nuk përdora njëherë një gomë për të prishëm një fjalë, po fjalit shkoni, sepse tërë kujtimet e fëminis, të rinis, të gjithë jetës time, më dinin si një film për para. Kështu që gjithë shka rrite në këto fletë që shkrueshin. Jo një në ditë, po 4-5 në ditë. Nuk ja merrte mendja se një ditë të merrte lavdata nga kolegët dhe shkrimtarët e saj. Ndaj me sy të përlotur, ajo thotë se ndihet e emocionuar. Po se kishin kaq shumë rëndësi dhe se ishin kaq të mira. Sa dëgjova sot, gjithë to lavdata, gjithë to fjalë, gjithë to mendime, gjithë to unë emocionova shumë, them të drejtën. Nuk e di tash, ju do ta shikoni dhe të tjerë do ta lexoj e do mendoj. Nuk e di, ajo meditoja unë gjithë këto gjëra. Po puna është që libri doli edhe ju, sa u tha sot, e pëlqyet. Ç'të them në këto të dashur, ju që keni ardhur me të zotëri, shokje të mia të shok, njerëz që keni punuar bashkë, fëmijët e mi që janë këtu, që janë shokë të lirit, që janë rritur, tash janë bërë bura, janë bërë nëna, janë bërë... Kupton, unë I falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. I pranishëm në përurimin e librit të Cikos, Jovan Kristiqi shprehet se ky libër shpalos punën e palodhur të mësuesit, edukatores, drejtuesit të arsimit, por edhe të nënës dhe vlerave të tjera. Madje ai e cilëson librin e Evanthi Cikos që vjen si një dallandyshe e bukur në fillim të pranverës. Ky libër shpalos punën e palodhur të mësuesit, edukatorit, drejtuesit të arsimit, të nënës, të bashkëshortit dhe vlerave të tjera njerëzore.
Ky libër vjen si një dallandyshe e bukur në fillim të pranverës e traditës arsimore dhe përkushtimit ndaj detyrës së mësuesit që karakterizon zonjën e Vanthi dhe të afërm të tjerë të saj, si Marie Zoraqi, Kornelia Lasku, Ksanthi Pianku, Melpomeni Shteto, është një letër që nxënësit i adresojnë zonjës e Vanthi dhe mban datën Korç 26 janar 1959. E dashur mësonjëse, kanë kaluar shumë vjetë që kur ne u ulëm për herë të parë në bankët e shkollës. Kjo periudhë do të mbetet e paharuar për ne, ashtu si do të mbeteni ju, që na donit si një nën e vërtet. Ndonë se nuk ju kemi shkruar ndonjëherë tjetër, ne gjithmonë ju kemi kujtuar dhe vendosëm t'ju shkruajmë kur pam fotografin tuaj në gazetën Zëri i Rinisë. Meqense ju keni të bëni vazhdimisht me fëmijë, ndoshta nuk do të na sillni ndërmend menjëherë, po patjetër ju do të kujtoni fëmijët e klasës parë të shkollës Koçibako, andej nga viti 1948-1949. E Vanthi Ciko është një grua mësuese dhe edukatore e denjë. Kështu është shprehur shkrimtari Shpend Topallaj gjatë përurimit të librit E bekuara mësuesi të E Vanthi Cikos, po ashtu edhe Tatiana Kurtiqi. Vim dhe nderojmë të mrekullueshme në Vanthi Ciko, gruan mësuesen dhe edukatorin e denjë për emrin që mban, e cila si rrallë kush e ka bërë të vetën në punë dhe në jetë, konstatimin e Friedrich se bota është bërë e përsosur nëpërmjet dashurisë. Libri i saj E bekuara mësuesi, ku përgëzoi dhe shokun ton Agron Sejamini për ndihmën që ka dhënë, nuk është thjesht rrëfimi një jete të jetuar. Ai ka përcen shumë kufite paraqitjes së përpjekjeve plot pasion e mençuri të një arsimtareje, e cila dhe gjithë aftësitë e saj, deri iniciativën krijuese në shërbim të nxënësve, të cilët ajo me të drejtë i quan siç u tha ëngjëj, që me sy dhe mendje prisin se çdo nxirrte nga goja dhe që njëkohësisht siç pohon vet, më kanë falur lumturi dhe freski. Kjo zanafill e të parave gra intelektuale që u përgatitën pikërisht në këtë institut ku jemi mbledhur sot, është një pjesë e gjithë progresit të gruas shqiptare ndër vite. Më kujton pak motrat Qiriazi për kushtimin e tyre, më kujton traditën e madhe arsimore që filloi me shkollën e parë shqipe në Korç dhe që vijon të mbahet gjithmonë lart nga pikërisht ata breza intelektualësh, mësuesish dhe kuadrosh të ndryshme që kanë punuar dhe jetuar në vende të ndryshme, në vise të ndryshme të atë dheut, një pjesë e madhe e të cilëve mbajnë vullën e edukimit dhe të frymëzimit dhe të përkushtimit njerëzor dhe si edukatore të zonjës e Vanthi. Personalisht unë kam qenë nga personazhet që kam ndjerë nga afër një pjesë të jetës së saj të rëndësishme në fushën e arsimit, ku ajo u mor me fëmijët jetim të institucionit të shtëpisë së fëmijës në Tiranë dhe tek po dëgjoja të gjithë që referonin bukur dhe me fjalë të ngrohta për të zonjë të nderuar, mua kjo sallë më ngjasonte me atë kosherën e bletëve që të gjithë bletëzat janë mbledhur afër nënës vet. Shoqëria shqiptare ka nevojë për modele të tilla, shoqëria shqiptare ka nevojë për shembuj të tillë, sepse në këtë periudhë të tranzicionit vum re një fenomen të çuditshëm të shtërpëzimit të disa vlerave që shoqëria shqiptare i ka patë me shumicë. Zonja e Vanthi duhet të trajtosh në 4 plane. E para si nën, një nën shembullore, e ardhur nga një familje shumë e nderuar tiranase, Zoraqi. E dyta si mësuese, e treta si edukatore dhe më së fundi që e kemi njohur nga afër si drejtuese. U lidhëm me një miqësi të tillë, shkolla na edukoi, pedagogët që kishim na edukuan që ta duam njëra tjetrën, ta respektojmë njëra tjetrën. Tashmë kjo grua që mban mbi supe 90 vite të jetës së saj me atë buzëqeshje karakteristike e thinja të arta në kokë që i japin pamjen e një nëne brillante, ende nuk mund të çlirohet lehtë nga emocionet që i sjellin kujtimet e një jete të tërë. Një jetë e mbarsur plot kujtime, dashuri e përkushtime ndaj atyre fëmijëve
që fati i tyre i keq bëri që të mos ishin të gjithë të tërë, por që gjithnjë e thërritën atë në emrin Nën. Të përshëndesim dhe të sjellim urimet më të mira për ju. Me plot dashuri ti puth ato tua, nëna ime e dashur e shtrenjta për mua. Tu e the dashur, kur nuk të haroj, me shembulli i yt, gjithçka të mirë kuptoj. Se se dashur o prindër i dyt, në orën e mësimit të ty i mbajmë syt, ti na mëson plot me dashuri, ndaj do ditë më shumë, ne të duam të. Në melodi e radhë, kuptim me jeta gjithmonë me të, e ndiju fare pranë, je ma mirë tu e moj mamor, tu se la mia mama, në të gjithë botën mira zëra, një dhe thëra si mama, një dhe thëra si mama, një dhe thëra si mama. Me fjalën të gjithë janë mësues, Evanthi Ciko thot se mësuesi është zanati më i bekuar në jetë dhe se ka bërë vetëm detyrën.